Live from Tirana në Top Albania Radio. Të jemi në studio me Adriatik Lapaj nga Shqipëria bëhet një gjë në fakt që duam të gjitha e ka përvetësuar si emër të partisë së tij politike. Po flisni pak më parë për të vetëm mandat që për arsye të kodit zgjedhor që shpesh janë diskutuar që Shqipëria bëhet mori në zgjedhjet e kaluara, e sqaruam që ajo nuk është tezja e tij, edhe me sa duket shqiptarët i kuriozon kjo. Ka unë po të thoj pak dhe para se të futeshim në studio, zoti Lapaj, që ka një asocim me figurën tuaj dhe atij që tashmë ndodhet prapa hekurave dhe po kërkon lirimin. Një numër të lartë akuzash, çështje të hapura për Erion Veliajin po flas. Pse edhe moderatorët e prime time politik sikur të ngacmojnë me këtë, por edhe në komente disa thonë jo po ky është i Sorosit, jo po ky ka lidhje me Sorosin, jo po ky është si Veliaj që asë kohë dilte mbante bidon, mban mend Veliaj me bidona në kokë që protestonte për ujin? Jo, kam qenë shumë i vogël. Po e mbaj mend unë tani se ke qenë shumë i vogël ti. Shumë i vogël. Po sa ke qenë? Sa vjeç je ti? Unë jam 88. Që i bies, unë jam rënë në matematikën? 38. 38, unë jam 28 dhe e mbaj mend Veliajin kur dilte me bidona ujë. Pas ke ndonjë para televizorit kur ke qenë fëmijë. Unë kur isha fëmijë bëja tjera gjëra. Po ti kaq idealist politikën dhe s'ke parë. Në thënë drejtën jam bërë pak vonë në universitet. Më herët jam pas marrë me plazh, jam pas marrë me stërvitje, me notë. Po e di besoj që Velia proteston dikur për mungesë të ujit me bidona në kokë. E di që është modeli më i keq se si është keq përdorur kalimi nga aktivizëm drejt politikës dhe i ka bërë absolutisht dhe i ka bërë shumë dëm gjithë aktivizmin në Shqipëri, duke asociuar aktivizmin që kalon politik me të keqen. Në fakt është rruga e dur. Nuk mund të hysh në politik pa qenë së pari një aktivist që ka kontribuar në jetën publike. Pra nuk është normale të të marrim nga biznesi jote dhe të të çojnë në parlament. E ke përshenjë këtë? Jo, mo e kam në tërsi. Nuk është normale të të marrin nga zyra jote dhe të të çojnë si avokat dhe të të çojnë në parlament. Nuk funksionon kështu. Pra duhet kesh kontribute në jetën publike. Çfarë do thotë kjo që edhe ju këto lëvizjet aktiviste i bëni me qëllimin për të marrë pushtetin? Jo, do të thotë që pjesa e aktivizmit e parapërgatit njeriu për të njohur se si funksionon sistemi, për të njohur se si funksionon jeta publike e vendit, për të dëshmuar sa i aftë është për të përbauar përplasjet, përbaujet, se sa i aftë është për t'i çuar kauzat deri në fund. Pra ti duhet kesh një CV të kontributit në jetën publike për të kërkuar një besim publik. Emrin tuaj, pse e lidhe me Veliajin? Nuk edhe, domethënë kam idenë që është një tendencë e bodrumeve të call centrave të Edi Ramës dhe të... Se dhe ai ka call centra? Po pse kush i ka call centrat? Po diun. Po çdo parti e madhe politike në Shqipëri ka call centra me cilat, po patjetër ato adresat falso që shajnë lart e poshtë hedhin baltë e vjojnë vrerë për të relativizuar këdo, siç thosh fishta, kur ke bisht ta presin, kur nuk e ke ta njesin. Si mund ta relativizosh dikë? Po, ata shoje apo asociohe me figurën e dikujt. E vërteta është që zotëria në fjalë që ju përmendni, Veliaj. Nuk ka asnjë... Pse ju komplekson të përmendni emrin e Veliajit? Nuk më komplekson. Erion Veliaj nuk ka asnjë kontribut sa i takon rezultateve publike përpara politikës. Domethënë nuk është kontribut të dalesh të shasha apo të tundesh bidonat, siç e the. Po mirë, ato kanë qenë në fillim, ai pastaj ka qeverisur, ka drejtuar Tiranën. Kontribut, unë flas si aktivist. Si aktivist. Kontribut është të kesh rezultate. Po ma jep një përgjigje, tipik politikan, pse e lidhen emrin tuaj me Veliajin? Ju po e lidhni, nuk e di, domethënë. Jo, unë të tjerët, unë jam Filiz e re e medias shqiptare. Shoktuajt. To të prime time, them. Shoktuajt. Për çfarë mund ta lidhin? Për formimin arsimor? Po ku di unë se thonë që keni lidhje me Sorosin, nuk e di. Po na i thuaj, hajde. Ku di unë? Po shprehu, hajde, gazetar modest jam, nuk është se kam, po të kisha faktet, të kisha nxjerr. Unë të kam këtu. Kjo është si të merresh me llafe. Ti si gazetar duhet pap. Unë në fakt me llafe merrem. Ti Rama filmat pap. Edhe ti si gazetar. Pap. Unë me llafe, dëgjoj, po kur merrni ju partia politike me llafe, ju nxirrni fakte. Po të kishit fakte, kishit arrestuar gjysmën e pushtetarëve, po nuk i keni. Unë sa po vin nga gjykata kushtetuese, ku kam çuar sot, bashkë me kolegët e mi dhe profesionistë të lëvizjes tonë, lëvizjes Shqipëria bëhet, një kërkesë kushtetuese për të shfuqizuar aktin normativ me të cilin po i merren shqiptarëve 400 milion lekë për një koncert privat. Kështu që për këtë të Kanye West. Absolutisht. Kështu që bëj pjesë të ata njerëz që
ndër uafe bëj dhe vepra. Po jo, pra se ti, Arlind Qori, Agron Shea, i keni vite që thoni Rama i korruptuar, hajduda. Okej, dakord, unë jam pro që çdo qeveri të vihet përballë presionit. Ku i keni këto fakte? Pra, domethënë se me që më the mua gazetare duhet merret me fakte, por dhe ju që jeni në po kërkim. Po ti citoj faktet. Në kërkim, po ti kishit ishte arrestuar, ishte futur në burg. Po ti citoj se unë jam prokuror. I di unë të gjitha këto. Jo, po ti citoj më lërë, mos më cito. Ne jemi drejtuar prokurisë posaçme me një kallëzim penal për mungesën e ilaçeve kur këtu ende nuk flitej për ato në spitalin onkologjik. Pas 6 muajve hetime tona administrative, mblodhëm 41 dokumenta, të cilat i depozituam në prokurorinë e posaçme dhe kemi çuar për ndjekje penale 3 ish ministrat të shëndetësisë dhe 2 ish drejtorë të përgjithshëm të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Janë arrestuar? Po këtë nuk e kemi në dorë, këtë e ka prokuroria. Jemi drejtuar prokurisë posaçme edhe për çështjen e naftës në Shqipëri, kur kemi folë ne për naftën dhe kur unë personalisht kam luftuar. Kam dëgjuar, po. Kundër Bankers Petroleum, këtu që herezi të flisje për naftën. Kështu që ne jemi drejtuar spakut edhe për çështjen e naftës, për keq përdorimin e burimeve të naftës dhe vjedhjen e madhe që i bëhet sektorit të naftës në Shqipëri. Nga protesta amat kanë bërzon. Kjo nuk është e vërtet, duhet kesh i gjë parasysh. Në Shqipëri fatkeqësisht bën lajm me keqja dhe i jepet i hon të keqës. Në çdo vend të botës. Ja, keqja prevalon. Ja, po të shpjegoj. Në një protestë ku vinë mira, 10 mira njerëz, ku ndër ata 10 mira që vinë, shumë janë edhe njerëz që ti i ke frymëzuar për të ardhur apo janë njerëz që ti i ke organizuar për të ardhur për shkak të strukturave me radhë, nuk është problem që pushteti Edi Ramës me shërbëtorin e vetë Taulan Baua të fusë 3 apo 4 persona për të linçuar një njeri. Por në atë rast e morën përgjigjen nga vetë qytetarët. Unë nuk kam lëvizur asnjë hap nga sheshi, përkundrazi zotrinjt që e bën u morën dhe u nxorën nga sheshi nga vetë qytetarët. Vërtet? Po kjo është pak e video. Mund të se filmuat ju siç bën Shea, e ke parë Shea që vetëm filmon gjatë ditë kohës? Unë kam hyrë në politik për idenë, nuk kam hyrë për të bërë influencer. Pse është influencer Agron Shea? Stash këtë, unë të përgjigja se këtë nuk kuptuat. Më the pse nuk i filmuat. Unë nuk kam hyrë në politik për të linçuar qytetarët, kam hyrë në politik për të pasur stofin e një politikani i cili duron, mban goditje, mban dhe balt, por nuk lëviz nga idetë e veta dhe i çon përpara ato. Kam hyrë për të sjellë një model ndryshe, jo për të kthyer në një influencer i cili, me gjithë respektin që kam për influencerët, sepse secili bën atë që do në jetë, të cilët kanë tjetër target dhe objektiv. Kush e bën më mirë influencerin? Agroni, antarë të tjerë të... Nuk kam bërë asnjëherë komentatorin politik të rivalëve politik. Po tani çoj gjëra deri në fund, se ti e the gjysmën e gjës. Një politikan s'duhet të ketë frikë, publiku e do atë që s'ka frikë, që se trembet syri. Nuk jam këtu për të folur për njerëz të cilët bëjnë opozitë. Keni frikë nga Agron Shea? Jo, unë jam këtu për të folur për Edi Ramën, kur nuk kam frikë nga Edi Ramën. Me Edin e keni. Kur nuk kam frikë nga ai që ka gjithë pushtetet në Shqipëri, para mendos sa frikë kam nga tjerë. Po ku kam pushtetin Edi Rama apo? Nëse ju jetoni një republik paralele, patjetër që mund ta thoni këtë, po një njeri i cili jep 4 miliard lek brenda ditës një kompanie që bën aktivitet privat për të kërcyer e kënduar dikush, mendoj që ka pushtet më shumë se ç'duhet. Ju keni thënë në një intervistë që keni dhënë shërbime si avokat për Soros apo jo? Po, është vërtet. Kjo është vetëm lidhje që keni me Soros? Absolutisht, kam dhënë shërbime për qytetarë të cilët kanë marrë mbështetje financiare për gjyqjet që kanë bërë nga ai fondacion. Për shembull, edhe për këtë jam shumë krenar për punën që kanë bërë, sepse kanë bërë gjëra të cilat janë bërë për herë të parë në Shqipëri. Për shembull, kam qenë pjesë e grupit të avokatëve, i cili ka çuar për herë të parë një padinë ndaj shtetit shqiptar për mungesën e trajtimit në kohë dhe sasinë e dur me ilaçe Herceptinën për gratë e smur me kancer. Sot gjitha gratë që janë të smura me kancer, që nuk marrin shërbime në kohë dhe sasinë e dur, mund t'i referohen atyre vendimeve gjyqësore për të kërkuar dëmet që u vinë. Kemi bërë gjyqin e parë në historinë e shtetit shqiptar për implanti koklear, fëmijët që lindin me probleme të dëgjimit që deri në moshën 3 vjeç duhet bëjnë një implantim koklear të komplimentoj. Pra, shëndetësia është gjithmonë plagë janë kategori çështjes të cilat, jo, po të ta sqaroj. Për këta qytetarë në nevojë që do duhet përballeshin me padrejtësitë e sistemit, që nuk kishin as mundësi ekonomike për t'i paguar pagesën e ekspertit mjekoligjor, pagesën e ekspertit vlerësues, pagesën e ekspertit
psikolog, pagesën e taksës padis, pagesën e avokatit, të gjitha këto pagesa nuk kanë pas mundësi t'i bëjnë vetë, atëherë janë mbuluar nga fondacioni. Pra ju keni bërë shumë gjëra për shqiptarët. Jo, keni bërë, më lejo ta them unë këtë, mosu jam munduar të bëj atë që duhet bëj çdo i ri i këtij vendi. Po pra, që ndoshta shumë të tjerë mbas edhe ato që janë në pushtet nuk e bëjnë, ti vjen kaq shumë në ndihmë shqiptarëve. Pse shqiptarët ju lan vetëm juve tek protesta që bëni gjatë dimrit përballë kryeministrisë çdo mbrëmje? Kjo nuk është e vërtetë. Po 10 veta ishin aty. Ja, po ta shpjegoj. Më lërë të ta shpjegoj. Okay. Në datën 8 dhjetor, unë personalisht nisa një protestë kundër korrupsionit, pandërshkueshmërisë dhe Belinda Baukut dhe Edi Ramës. Okay. U bashkuan 10 atrinj, pastaj qindra, derisa në datën 4 janar dhe 17 janar dhe në 30 janar janë bërë disa mira. Ka pas protesta me 4-5 mijë. Po ku mos unë kaloj aty çdo natë, se ka qenë dhe sezoni pigut atëherë dhe kisha shumë punë, 10 veta ishin. Ja lën protesta çdo 2 javë. Ndërkohë çdo ditë aty qëndroi pa ndalim. Tani unë po të them një fakt. Çdo far kur mbillet kërkon kohën e vet që të çeli. Në rregull? Dhe unë po të them, ne atëherë ishim maq dhe qëndronim nga 30, 40, 50 veta, flinim në shesh në mes të dimrit deri në minus 10 veta ishit o 10 veta. Deri në minus 7 gradë. Të lutem, deri në minus 7 gradë. Kur policia e Edi Ramës me tabor të tëra, me qindra policë vinin kur ne vendosnim një tëndë, kur vendosim një çadër apo plasmas dhe na e hiqte me dhunë, na merrte zvarr, janë 31, ju thoni 10, unë po të them janë 31 aktivistë të arrestuar dhe proceduar dhe kanë dalë të gjitha arrestimet të paligjshme për mbi 150 vepra penale për ca njerëz që thjesht protestonin dhe nuk u lije as plasmas në mes të dimrit. Dhe unë po të them, meqense të duket aq e lehtë, protestat tani kanë nga 100 dhe nga 200.000 njerëz, po kur vjen puna për të ndënë natën aty në mes të verës, nuk ka ta ndisen as 10 veta. Apo s'është kështu. Të lutem, që ka më vështirë tani në mes të vapës se sa atëherë që qe minus 7 gradë. Të lutem, më dëgjoj, ka një gjë relativizoni sakrificën e njerëzve. Jo, është gabim. Në dimër është më e lehtë të qëndrosh sepse merr nga këto si quhen këto ngropset e gazit. Po pse serdhe ti të qëndroje? Meqense që jam i aktivizuar në lëvizjen tuaj. Unë punoj në Top Channel, marr rrogën çdo muaj këtë punë të bëj. Pse ndërsa tani ku ti gjen freskuset. Kur vete ti apo të afërm të tu në spital atje, larg qoftë o zot mos shkof shikuar. Keni imunitet ju nga mungesa e ilaçeve? Unë protestën time, dëgjoj, zoti Lape, protestën time kam mbi 10 vite që e bëj. Si? Këtu në mikrofon. Edhe unë e bëj gjykat duke përfaqësuar, më fal, ja ta them mundsinë ty. Madje duke marrë përsipër dhe negativin në këtë emision. Nuk është për ty, jo, është për parimin. E kuptoj pra. Është në tërësi. Si e bëjmë protestën? Të ta seroj. Unë është dhe për arkitektin. Unë protestën e bëj duke marrë përsipër dhe rolin negativ ndonjëherë që t'i jap mundsinë njerëzve si ty, Arlind Qorit, e të gjithë më radhë të tjerë që nuk i jepet ajo mundësia shumë e madhe siç i jepet Ramës e të gjithëve, që të dalin te kjo, që publiku ta kuptojë se nëse themi të njëjtën gjë, nuk ka diskutim pastaj. Kjo është mënyra ime si protestoj. Po dhe relativizimi nuk është i mirë. Unë dhe mund të ta ja përgjigjem, po të bëj debat për të nxjerrë të vërtetën. Është gjitha për dalë aty. 2 minuta marketing dhe rikthehemi shpejt.